Po sikur të them që dhimbja e qafës nuk shkaktohet vetëm nga qafa, por ajo një ndër shkaktarët kryesor të saj janë problemet me nofullën. Së bashku do të tregojmë 2 ushtrime se si ju mund ta relaksoni nofullën tuaj dhe në të njëjtën mënyrë qafa juaj do ju falenderojë jashtëzakonisht shumë. Atëherë ajo që ju duhet është një pasqyrë, vullnet dhe durashka. Vazhdojmë. Ideja është me gishtin e madh të dorës e vendosim brenda gojës, edhe më pas do bëjmë lëvizje rrethore duke kapur muskulin dhe do bëjmë lëvizje rrethore të këtij tipi. Pra, nga këndi nga mollzat në drejtim të këndit të nofullës. Mund ta përsërisni 5 herë dhe më pas relaksojni sepse është pak e dhimbshme. Ideja është ju të mos bëni shumë fort sepse mund të dëmtoni edhe muskulin, pra mund të shkaktoni edhe hematoma. Aq sa të toleroni ju, aq fort do aplikoni tek muskuli i kafshimit. Më pas është shumë e rëndësishme që t'i vendosni duart në formë të tillë dhe nga mollzat në drejtim të këndit të nofullës, po duke shoqëruar me hapjen e gojës në këtë mënyrë. Pra, në drejtim të këndit të nofullës. Dhe mënyra e tretë, thjesht relaksoni muskujt poshtë në këtë mënyrë, pra si një terapi e lehtë manuale. Me njërën dorë stabilizoni dhe me dorën tjetër thjesht relaksoni në këtë mënyrë. Mund të shkoni deri në drejtim të këndit të nofullës. Për secilën lëvizje, ju rekomandoj që ta bëni 10 deri në 15 përsëritje, 3 sete gjatë ditës, ndërsa relaksimi muskular mund ta përsërisni 5 herë nga secila anë dhe të nesërmen përsëri.